Qëllimi i parë dhe i fundit i lëvizjes son është sigurimi i të drejtës për vetëvendosje deri në shkputje për viset e banuara në shumicë prej shqiptarësh që gjenden ende në administrimin e Jugosllavisë, çlirimi i krahinave shqiptare të aneksuar prej Jugosllavisë dhe bashkimi i tyre me nanën e vet Shqipërinë. Ky është neni i parë i statutit të lëvizjes revolucionare për bashkimin e shqiptarëve, të njërës ndër organizatave më të forta e më të rëndësishme politike e patriotike që në rrethanat e të vështira veprojnë në Kosovë pas luftës së dytë botërore. Njëra ndër figurat me rëndësi të kësaj lëvizje ishte edhe Abdullahu, atëherë normalist nga Gllambniku i Llapit, i cili dha kontribut të çmueshëm në organizimin e rinisë shqiptare në Kosovë për çlirim e bashkim kombëtar. Për shkak të veprimtarisë së tij adhetare, si edhe shumë adhetar të tjerë të viteve të 60-ta, u dënua me burg të rënd nga regjimi serb, por kurrë nuk ju nënshtrua atij. Abdullahu u lind në 1 tetor të vitit 1944 në Gllambnik të Llapit, në një familje të varfër, por me tradita bujare e adhetare. Shkollën fillore e kreu në vendindje, ndërsa normale në Prishtinë dhe në Mitrovic. Si i ri, në moshën 20 vjeçare, mu në prag të diplomimit në qershor të vitit 1964, bashkë me Adem Demaçin e 11 veprimtar të tjerë televizjes revolucionare për bashkimin e shqiptarëve, burgoset nga UDB-ja Jugoslave dhe dënohet me 10 vjet burg të rënd nga gjyqi i qarkut të Prishtinës, ku 4 vjet e 4 muaj i vuan në burgun famkeq të Goljotokut. Pas rënjes Rankovicit, lirohet para kohën nga burgu dhe regjistrohet në degën e gjuhës e letërsisë shqipe të shkollës së lartë pedagogjike në Prishtinë. Pas mbarimit të saj, vazhdon dhe kryen studimet në të njëjtën degë të Fakultetit Filologjik të Universitetit të Prishtinës. Lirimi nga burgu i Goljotokut dhe kthimi në një burg të madh kolektiv si ishte Kosova e atyre viteve, nuk mund të mos ndesheshin në ndërgjegjen e formuar të këtij adhetari. Pikërisht vazhdimësia e aktivitetit të tij patriotik do ta bëj UDB-n që në dhjetor të vitit 1979 ta burgos dhe ta dënoi sërish me 4 vjet burg të rënd. Pasi që dolën nga burgu, domethënë nga burgu i parë, me 61. Rreth meje më lidheshin disa të ri, që ishin kryesisht të shkollave të mesme, disa punëtorë të avancuar, disa në punës e tjerë, të cilët kërkojshin që edhe ne të bëjmë diçka, sepse pushtimi, okupimi, terrori i Rankovicit ishte shumë i ashpër dhe njerëzit nuk dorëshin. Duke ditur se puna është shumë serioze, unë nguroja nga pak, mirë po, erdhi koha kur duhej të vepron. Dhe kjo ishte pikrisht në shkurt në nëndor faktikisht të 63-ës, kur u takuam me Mustafa Venharin nga Mitrovica dhe Ramadan Shalm nga Peja, e bëm një takim paraprak që ta formonim një lëvizje ne e thonim atë revolucionare për bashkimin e shqiptarëve. Tezat e një programi të tillë kisha të shkruara dhe u patalizuar qysh përpara Ramadanit edhe Mustafa Venhari. Dhe nga ai takim që u mbajt në Mitrovic në nëndor në 63-ës, doli pajtimi që të bëjmë përpjekje që ta formojmë edhe lëvizjen komplet. Dhe krejt ajo pranverë e 64-shit kaloi në përgatitje në shkruarjen e programit i cili u bë në Pej, në shkurt të 64-ës. Daja im vinte shpesher në shtëpi dhe na sikur e nuhati punën pse të takoheshim dhe si shpesh. Edhe më pyet, thot, nip që jeni duke bërë. Thash, po rrim kështu, jo thot, në shoh se diçka bëti. Tash, je i ri, vazhdoj e shkollën, ku je atje, edhe mos u përdini këto punë, se jenë pak si serioze. Edhe pse se shirgërë vallat gjithashtu ishte në normale edhe ai, po ai ishte pak më i pjekur. Ai tha edhe unë tha dëshiroj tha ta jap kontributin tim. Unë i thash, i këti njere shikoj e shkollë. Në ndërkohë unë u takova me babën e tij, me Dajn Elez.
Edhe po I them daj, kështu, djali të Abdyli, do të na bashkohet neve, po unë pat ty nuk mund ta marr këtë. Dajali s'ka qenë njeri patriot. Sa shiko daj, kam 4 djemë të qose të duhet që të 4 nërë. Atëherë unë me lejën e dajës me angazhova Abdylahu, edhe ky zhvilloi një aktivitet jashtëzakonisht të tetë. Nuk di, duket se gjysma e atyre klasëve të larta të normale s'ka qenë në një mënyrë ose në tjetër lidhur me lëvizjen. Formimi I komiteteve televizjes revolucionare për bashkimin e shqiptarëve në Prishtinë, Mitrovic, në Gjakov, në Pej, Gjilan dhe ngritje e flamujve kombëtar në shumë mjedise të Kosovës në prill dhe në qershor e korrik të vitit 1964, padyshim ishin disa nga format e paraqitjes në skenë të rezistencës së lëvizjes revolucionare për bashkimin e shqiptarëve, e cila organizonte masën përparimtare dhe ju bëri me dije pushtetmbajtësve serb se kjo lëvizje do të vazhdoj të punoj më me vendosmëri për prosperitetin dhe lirinë e popullit shqiptar. Aksioni ynë I parë I madh ishte 13 prilli 1964, kur patën qitë flamujt shqiptar, pothuajse në për gjitha qytetet e Kosovës. Qëllimi ishte që t'i tregonim pushtuesit se megjithatë kjo është tokë shqiptare dhe se nuk do të nështrohen. Të flas për Abdyli, si I ri në atë kohë, por aq I pjekur dhe aq I frymëzuar për çështjen kombëtare, I cili që herët kishte filluar të lexoj vepra të rilindatëve tanë, të mbjell në shpirtin e tij dhe në mendin e tij dashurinë për atë dhevën, për popullin, për lirinë. Abdyli ishte vërtet një atëhere një djalosh I ri, entuziast dhe mjaft I shkapt në veprime atëtare. Në bazë të vendimit të Këshillit Qendror Televizjes Revolucionare për Bashkimin e Shqiptarëve, merr për detyrë Abdylahu që të formojë grupin e Trive. Mbledhja konstituive e grupit të Trive të Prishtinës mbahet në banesën ku banonte Abdylahu, në rrugën e Llapit në Prishtinë, në shkurt të vitit 1964. Këtë mbledhje marrin pjesë Ibrahim Gashi, Shemsi Hoxha, Suliman Gashi, unë dhe kuptohet Abdyli që udhëheq të mbledhjen. Abdyli tregoi për qëllimet e organizatës, na njoftoi me programin e organizatës, që me një fjali nuk kuptonte aktivitetin drejt luftës për pavarësinë Kosovës dhe bashkimin e shtetit NATO. Mas aktivitetit që bëhen, parashihen edhe kryme disa aksioneve. Atëherë aksione I quanim, si duket nga pëmundësia e punëve tjera, ngritjen e flamujve kombëtar, shkrimin e parullave patriotike të ngjashme. Megjithatë, në këtë kohë vepronte edhe grupi tjetër I Trive në Prishtinë, të cilën e udhëheqte mësuesi patriot dhe poeti Hilmir Rakovica, në të cilën ishin shumica e antarëve femra. Rëndësia e aktivitetit të Abdylahut mund shihet përveç tjerash edhe në, si thuhet, në organizimin që bërin në grupin e Trive. Formimi I grupit të Trive, televizjes revolucionare për bashkimin e shqiptarëve në Prishtinë në krye me Abdylahun, u bën një nga shtyllat më vitale të kësaj lëvizje. Abdyli ishte njeri ndër abdetar të ri që kishte për detyrë ta zgjeroj grupin gjithësisht organizatën me të rit e qytetit të Prishtinës.
Pasdi Grejqevci, edhe ishte një advetar i madh, i cili dëshmoi edhe me jetën e tij, me qëndresin e tij, që u shndruan në flamur qëndresi. Abdyli edhe Fazliu kishin diçka të veçantë prej shokëve tjerë. Të dytë ishin shumë të dashur dhe të sinqertë. Ne dy Gjuhan jemi njoftë qysh herët që nga klasa e 8 e fillorës, kurse në vitin 63-64 kemi qenë meni, kemi banuar bashkë, kemi qenë një dhomë. Ai ishte njeri i qiltër, me shok bisedet haptas, dhe kishte një fuqi përveçuese. Ashtu që bisedet tona zgjateshin me orët e tëra, si për gjendjen e popullit tonë, për historinë e cila atëherë historia kombëtare nuk mësoi edhe në shkollat mesme. Ai ishte në klasën e 4 të normales, kurse ne ishim bashkë me Ismaili Shuvi në klasën e 2 të shkollës mesme teknike, të vitit 63-64. Vizioni i qartë i kësaj lëvizje dhe këmbgulja e antarëve të saj për realizimin e aspiratave të popullit tonë, padyshim ngjalli reakcion të pushteti Jugoslav, kështu që më 8 qershor të vitit 1964, burgoset udhëheqësi i saj Adem Demaçi, së bashku edhe me veprimtarë të tjerë të kësaj lëvizje, të cilët gjykohen dhe dënohen me burg të rëndë deri në 15 vjet. Ditën që na patën burgosën me 8 qershor 64, duke parë këta se do të bëj shumë tepër, atër një pjesë të madhe të tyre kanë lënë jashtë burgosjes, kurse një pjesë tjetër të burgosurish vetëm i majtën nga 2 javë, nga 1 muaj, nga 2 muaj, në mënyrë që ta zvoglonin numrin. Ditën e parë kanë qenë të burgosur afër 350 vetë. Po duke rrudhur, duke lëshuar e tjera, një 5-60 vetë. Atëherë që ndenuar në gjyqin e qarkut të Prishtinës, gjyqin e qarkut të Pejës, gjyqin e qarkut të Gjilanit. A ditë, herët në mëngjes, në orët e para të mëngjesit, në orët rreth orës 3, inspektorët e policisë jugoslave, të përforcuara me forcat policore, rrethun shtëpinë ku banojshim, shtëpinë private, numër 33, rruga e Llavit. Aty me shqelna, në ato orë të hershme të mëngjesit, i thujnë dyert dhe për një herë u hodhen mbi shtretër bëshin. Por aty nuk gjindej aty. A ishte shkuar një ditë për para brisi që pat deklaruar, unë do të shkoj në shtëpi, të vizitoj familjen, një ditë më vonë, atë i binë në gjurmë dhe e burgosën. Por ne, edhe pas burgosjes së dytë, vazhdum aktivitetin, edhe ma të bëjshëm, që vlerësohej atëre, si në ditën e flamujve kombëtare dhe në shpërndarjen e afisheve, që sa duke do të rinia shkollore të zgjohet të dia kombëtare dhe që edhe atë dhe aktiviteti vinë të jetë sa më masiv. Me Abdylin do të thotë ditën kritike kur u burgosën Adem Demaçi dhe veprimtarët të tjerë, ai në ndrami ishte takuar me Ilmira Kovicën dhe kërkonte që dikush ta dërgojë të sqiste miqtë e tij në Koliç ta përcjellë se nuk donte të dorëzohej pra policisë që e kërkonte. Atëherë na thirrë Hilmi mu dhe motrën e vet, kështu që dëshiroi që motra vet ta përcjellte në Koliç, por ndërhyra unë dhe i thash se jo, do ta përcjellë unë, meqense ai ishte pak më shëndetlik dhe ishte kthyer te spitali, kështu që unë mora në shtëpinë time në rrugën e Splitit ku banojshim dhe ka ora 12 me tren në stacionin e Prishtinës u nisëm për
Luzhan, pastaj në Kam, në Koliq. Mbrim në mëngjes herët në fshat, ku na priti zoti shtëpis, miku i Abdylit, dhe i tregoj se si është gjendja, kështu që unë dysha të kthehem në Prishtinë, me qenë se isha ndeshur tash me Fereq, në Shamin, në Dinia, e maskuar që mos të dinë se kush ishte, se sa i tha se jam do ta çoj në familje një rejën e mikut vetë, dhe kështu që në stacion u taku me një bashkëshafar të tij, si duket prej aty na kanë ndjekur pastaj policia dhe në mëngjes, kur kemi arrit në pas pak që kemi pushu, kemi hangër mëngjes, vinë policët, njerëzit e sigurimit të Prishtinës. Unë pasi biseduam pak shkova të gratë në shtëpinë e zjarrit për pushuar në një dhomë të minusës aty mikut, dhe po e ndigjoj një zë më të madh në për obor, dhe kur shikoj nga pertja e shoh se zotën e shtëpisë e kishin vënë përpara dhe i thonin të hyjnë në shtëpi të ku ishin gratë. Me të tjerët ishte edhe Ibrahasku, të thotë bashkëpunëtor, si themi njëri sigurimit, cili i tha plakut se a janë të rejat e tua, që nësë nisha në dhomën tjetër, unë dola dhe tha se nuk janë rejat ti, por atë të kemë po e kërkoni, urnoni dhe heca për para. Në obor, të thotë të oda e burrave, e kishin lidhë të thotë duart Abdylit dhe preqin me gjip që të na kthejnë për Prishtinë. Ashtu të lidhur atë dhe mu na kthy në Prishtinë. Pas 3-4-5 ditë mua më lëshun, dërsa lahum mbeti pra në burg të dënohet në të qertë. Me qenë se kishim bërë me Hilmira Kovicin që grupi të rive, që në të ranë të gjithë burg, ndë Hilmiu nuk ishte ra, të angazhohemi dhe të fillojmë aksionet, që mos mbetet se vetëm ta që kanë ranë në burg janë televizës, por të vazhdojnë edhe ma tepër. Dhe ne vazhduam me akcione, do të thotë me qepjen e flamujve, të afisheve, i angazhum shokët, të thotë të ri që njiste Hilmiu, këtë Shemsi Hoxhen, Ibrahim Gashin, një Suleman Gashin, nuk di disa zonës të shkollat të mesmet të normales, përgjithësi teknikës ishin. Edhe ne vajzat, Elhamja, unë, në Shërefja dhe Adile Muçolli. Bëm materialin gati për të qepur flamujt, dhe e bëm aksionin që të kryhet, do të thotë që të shkepën flamujt në për Prishtinë, për disa vende, që ai aksion do të thotë u kry. Abdyli ka qenë shok shumë i mirë, punëtor i shkafët, besnik i madh. Ka qenë tepër tolerues edhe modest. Për mua e për shok Abdyli ishte mësuesi i parë, i cili na orientoi drejt për çështje kombëtare. Abdyli ka pas qëndrim burnor, ka qenë plot energji, ka qenë i bindshëm dhe për neve gjithmonë na ka ofruar një farë sigurie, që në atë kohë kjo siguri ishte, siç e dimë, ishte e mangë. Abdyli gjatë krejt kohës, sa kemi zhvilluar aktivitet deri në burgim, ka qenë jashtëzakonisht aktiv, ka qenë entuziast i madh, punëtor i padobshëm, edhe gjatë burgimit ka qenë i denjë për të respektu qëndrim burnor ka pas si gjatë hetimeve, si gjatë mbajtjes burgut, për fat keq na nuk kemi mujt me Abdylin me nejtë në burg, sa i ka qenë një rije dhe i kam pas dërgu për trit në Goliotat. Në 64 në mujnë qëshëra i ranë burg, në kore gjatë kore krashe dhone, kështu që pas të u bashku në Goliotat. Në shko prap më herë, taj ma vonë, po ishëm në mërime, kështu që në të vetëm një hemlar të shishëm dileve, apo në rrugë Kalint. Shumë në punën në ranë. Në radhë pas që ishë punën në fabrikin e vurë, po ishën të flakë, të se ka pas punën e lutë. Po kalem një se isha i... Ishën të ju, kishën haqjirinore, që ato kaleshin me të i që ato, që ishë punë e ranë me disipline forte, ishimi i dopte që ato. Me Abdullahin, jemi njohur
në vitin 1965. Jemi takuar në Via Rom të Rijekës, aty të boshin të gjithë burgosrit e në atë kohë të Jugosllavisë, që ishin dhe në moshën 23 vjeçar. Aty jemi takuar përveç me Ardylin edhe me të tjerë burgosën, si është Sabrina Vasela, Teki Dervishi, edhe disa të tjerë. Për aty na kanë nisë për Goljotok. Në Goljotok aty kemi qëndruar disa vjet bashkë. Ardyli si njeri ka qenë shumë human. Tregoi me ne të gjithë shokëve, i sjellshëm, i mirë, i dashur, edhe shumë na ndihmonte. Edhe pse ka qenë shumë fizikisht i dobët. Edhe pse puna ishte tepër e rëndë. Në Goljotok punoi me gurë. Ati takoj po ashtu me punua në një repart që punoi për rregullimin e gurëve, terasave. Ishte punë e vështirë, me pluhun. Por ai me vetë mujimin e vet, me atë forcën, vetë mohuse. Kjo ndjekje masive e shqiptarëve në Kosovë dhe dënime të rrepta nuk quan e pasivitetin e kësaj lëvizje, por përkundrazi bën që në skenë të paraqiten forca të reja e të shëndosha, të cilat organizuan demonstratat e njohura të nëntorit të vitit 1968, ato të vitit 1981, dhe ngjarje të rëndësishme në nëntor 1988, shkurt 1989, korrike shtator 1990, shtator 1991 dhe ngjarje të tjera deri në ditët e sotme. Ardyli kishte lënë gjuhën të pashlyeshme në kujtesën e ndeshove. Ndërsa ishte në burg, ne megjithatë në ndikimin e këshillave, porosive, tuzimeve dhe posaçërisht në shembullin e tij personal, na kishte bërë që vërtet ne të jemi të denjë se ishim grupit të artuqueshin, grupit të Abdullahut. Prandaj jo rastisht vite 68 mu grupin të cilin e kishte organizuar Abdullahu, mu grupin të cilin e kishte frymzuar Abdullahu, me shembull e tij jetësor, do të jetë, po them përsëri, jo rastisht në krye të demonstratave vitit 1968. Kështu që organizatorët të drejt për drejt të këtyre demonstratave do dalin tash Ibrahim Vashi, Shemsi Hoxha, Miremi Berisha, unë e disa tjerë të cilët kishim qenë të burgosur, kurse Osman Dumoshe, Adil Pireva, Ilas Pireva, të cilët kishin qenë antarë të organizatës pra, dhe të organizuar nga Abdullahu, por për fatin tonë s'kishin qenë të burgosur. Të hërët parë mbas burgut të parë ka dalë në fillim të viteve 70-a, për herët parë në këtë shkollën Rilindja do Brashet i Gogosit. Abdyli dhe zeqen i njësha që ma parë, por atëher ishte shumë vështirë që pas burgu dikush t'i pranon të në punë. Për herët parë u pranon në këtu, dhe pastaj, pas një viti e në gjysë shkollor, kalun në vendet tjera në punë në Prishtinë. Në kushtet që vishin prej vendbanimit deri në shkollë dhe anas tjeltas për çdo ditë kalonin 20 kilometra, një pjesë me tren, një pjesë me automjetet urbane e një pjesë kamp, dimën verë në ato kushte kanotu, por asnjëherë nuk është pa lodhja atyne, edhe asnjëherë ajo nuk është reflektu si dobësinë procesin edukativ arsimor dhe ndetyrat që ja kishin vu veti që ta edukojnë brezin e ri dhe nxënësit. Ishin të afërt me kolegi, ishte Abdyli i afërt shumë, me pjamjen e parë bënte për veti, po aq më i afërt ishte edhe me nxënësit, e donin nxënësit, e adhuronin nxënësit. Ishte pedagog i dalluar, ishte arsimtar i gjuhës dhe letërsisë shqipe, vazhdimisht, edhe pse ishte vështirë një fjalë të kushtonte shumë atëherë, ai nxënësve përpiqet ja ngjall atë dashurin ndaj kombit, dashurin ndaj mbar njerëzimit.
Veprimtari politik e mësuesi i gjeneratave të reja Abdullahu, i brengosur për fatin e popullit të vet, gjen mënyra të reja të veprimit politik për çka sërish i bie në gjurmë UDB-ja dhe për të dytën herë arrestove dhe nohet me 4 vjet burg të rënd, të cilin e vuan në Mitrovicë të Sremit. Atyre ditëve nga Kosova largohen Jusuf Gërballa në Gjermani, Sabrina Osella në Turqi e të tjerë, për të vazhduar veprimtarinë e filluar në Kosovë, së bashku edhe me Metush Krasniqin, Shefqet Jasharin, Abdyl Saliun e të tjerë. Si sot kujtohet mua me 20 toni 1979 në mëngjes në ora 4 na kam blloku policia për me kërkuar vllahun tonë Abdyl. Kemi dalë herët në borë, kur kemi dalë policia në qenë të gjithë në borë, jemi qenë blloku. Edhe jam himrena të vllau Abdyli, kom thonë quse policia kanë ardhur vllau ta mos u mërzit, ha se unë kom punu për popull dhe të puna e pet, në burrën me të tha si kom punu. Kanë marrë policia, e kanë lidhë me prangan mes neve, edhe fëmini kanë quë me brime piskon të shoh, të fyë, Abdyli as pak së trem, as u mërzit, por në ka thonë, ka i ret gjeve njeve familjes. Vitin 1979, kemi qenë torturuar. Mosa që s'mund të përshkruaj njeri me fjallë, që atë vitit 1982, 81, 80, ishim bashkarisht në burgun e Prishtinës. Vitin 1980, maj të 80-ës, në qitën para gjykatës Sharkut dhe në dënuan mua me 3 vjetë, dërsa Abdylin me 4 vjetë purgim. Abdyli ka qenë dashamirës i librit i atashëm, të cilën dinarën që e ka pas për të hangër, a i ka qenë gjendje mës me hangër 24 orë, e të bli libra vetëm për zhërimin e deturive të veta. Abdyli gjatë vuajtjes së dënimit në burgjet e Mitrovicës së Sremit ka lexu aq tepër sa nuk mund të përshkruajë njeriu me fjalë. Vazhdimisht ka qenë në edukimin e atyne burgosurve të ri të cilët ishim në burgjet e Mitrovicës së Sremit, sepse Abdyli për kamosha dhe përvoja e vetë të cilën e kishte, ishte maj pjekun, maj edukum dhe maj fisnikrum se sa në të tjere që ishin në burgjet e Mitrovicës së Sremit. Pas daljes nga burgu i Mitrovicës së Sremit, Abdyli kthehet në Kosovë, ku pas demonstratave të vitit 1981, Kosova ishte shndërruar në një kamp të madh përqendrimi, ishin burgosur shumë shqiptar, kryesisht student e intelektual. Mbi popullin shqiptar u shtrohej dhunë e gjenocidi pa parë. Abdullahu si patriot pati një moto të jetës së tij. Mota jetës së tij ishte një kombëtar, një dëshirë dhe një qëllim. Abdyli punoi dhe jetoi ashtu i varfër si shumica, por ashtu i qëndrueshëm dhe kur i pathyeshëm në vizionin e një qendrese patriotike të luftës së pandërprerë për çlirim dhe bashkim kombëtar. Në Unikom Abdullahu e ngjeshi edhe një herë punën e vet patriotike për çlirim dhe bashkim kombëtar. Unikombin e nderoi me një biografi të shkëlqyer, por ashtu edhe me një punë të zellshme dhe vazhdimisht përkushtuese, sikurse ne gjithë në Unikom. Ashtu edhe Abdullahu si luftëtar i dalluar punoi dhe veproi për 2 qëllime të mëdha, pari për çlirim dhe pastaj për bashkim kombëtar. Për shkak të ndjekjes së vazhdueshme dhe kërcënimeve nga regjimi okupues serb për ta burgosur sërish, Abdullahu detyrohet që në vitin 1993 ilegalisht të ikën nga Kosova në Shqipëri, prej nga shkon në Gjermani në Bamental, afër Heidelbergut, ku strehohet bashkë me familjen e tij të ngushtë, bashkëshorten Arifën dhe 3 fëmijë. Largimi i tij nga Kosova në një mënyrë ishte burgu i tretë, pothuaj më i rënd se ai i Goliotokut dhe i Mitrovicës së Sremit. Më kujtohet nata e fundit kur i nda me Abdyli. Ai një natë përpara se të ndisej, ka qenë në shtëpinë time, dhe bashku me shoqen e vet Arifën, dhe më ka treguar se unë kom vendos të largohem për arsye të ndjekjes.
nga organet e policisë. Thot unë po shkoj, po zemrën dhe mendjen e kam këtu në Kosovë. Çka ti thash? U përqafuam, i përcolla, binte një shi im, duke i se dhe qili qante, dhe ne me lëtë për shi nda, që ma mos të shi. Herën e fundit që e pata parë në Heidelberg, edhe pse ishte shumë i smur, interesimi i tij për Kosovën ishte shumë. Pyette për shokët, pyette si shkon puna, si është atmosfera, çka ndodh në Kosovë. I vinte shumë keq që kishte qenë i shtëngua që të ikte, që të largohej. Vëllau Hamiti dhe niti Sami Krasniqi i ndihmuan që në 10 huaj t'i përballoj më lehtë vështërsitë në ambient të ri, ku digjej me mall për Kosovën, Shqipërinë etnike. Kisha shpe ta shkoj në filmin Kosmi, ishte në Gjermani, pa ta shkuar me vizitë. Ishte dëpsu shumë, u gëzu shumë për shkova, bëjtë më të natë. Por bisedat i vanë që të fletë për përshëndet, për gjona tjera cilat janë gjë kur shka problem familje, a e të natën atë natë bisedun për qashtet Shqipërisë, për qashtet demokracisë. E dija se po e në momentet të fundit, po prapë se prapë ai, edhe në ato momentet më të fështira tjetës, në ato dhimbet që këshën kaplu me syrit trupën e ti, ai prapë nuk në dim të qëtësin shpirtërore për qashën e Kosovës, për qashën e Shqipërisë. Dhe nga malli për Kosovën e nga smundja e rëndë dhe e gjatë, si pasoj e torturave fizike e psikike ndaj tij në përkazamatet jugoslave, përkundër angazhimit të mjekëve të qendrës së njërë klinike të Heidelbergut, pas 4 operacioneve të kujdesshme, por mjerisht e pa efektshme, Abdullahu ndroi jetë më 6 maj të këtij viti me sy qel e shikim nga Kosova dhe troje të tjera shqiptare. Ky lajm i hidhur tronditi thellë vendimin e tij, sidomos bashkëveprimtarët e idealit të sakrificës së madhe për ardhmërinë e kombit. Dhe porosia e fundit e Abdylit që të varroset në Kosovë ju përmbush. Në varrimin e tij dhe në përshëndetjen e fundit me të, merrnin pjesë bashkombas nga të gjitha trojet etnike shqiptare, ashtu siç punoi tërë jetën për bashkim kombëtar. Po vëlla, Abdyli sholla na ka bërë ka pas dëshirë me qenë Kosovën tokën non me pushu edhe dëshirë kresu për ta dhe për njerë. Jemi kënë të naqen me vlla që kena pas. As pak, si që në thonë pëse jemi pishmon që ka punu vlau juën për drejtat kumtare. Jo veç për vetat, por për kumtare ka punu ajë. Jam shumë e lumtur që kam pas një burë të tillë dhe jam shumë krenare. Por kam shumë çka të flas, por shumë kam emocione, kështu që besoj që duhet me bëjmë më kaq. Kisha një baba vërtet modest, të gjitha gjëra që me mësonte, kështu nuk mundoj na imponante, por na jep të këshilla se çka është më mirë, çka më keq dhe pastaj që ne vetë do duhet të lexonim me të mësonim dhe t'i ravetëm gjërat vetë siç duhet. Si prind, muj me folë shumë për to dhe të mjafta me thonë se ka qenë njëri i mrekullueshëm edhe prind i mrekullueshëm. Ato e kom pasur në vend shokut, prindit e gjithë shkafit. Ai gjithmonë thoshte unë kam pas fatin të them babojnë tim edhe shok. Kështu që gjithmonë thoshte është mrekullim jetë nëse babojnë e ke edhe shok edhe prind. Edhe gjithmonë mundohej që një fund tjesa bënd edhe me një, besoj se edhe më të se ai e ka arrit qëllimin. Të gjitha kujtimet që i kam për te, përshkruan vija sinqeritetit, e modestisë, e drejtësisë e guximit, e dashurisë ndaj ardhëjut, e dashurisë ndaj njerëzve, cilët kanë për kushtim ardhëjun. Kisha përmendur vetëm një kujtim shkurtër të në Gjermani, nuk më kujtohet qartë ishte prilli apo maji 94-ës.
shkuam bashkë me Dajan Hamid dhe me Beratin në Stuttgart, gjithsesi në Ballkanstadt, për të vizituar varret e vëllezërve Gërvalla dhe të Kadrizekës. Shkuam aty sa me kujdes, ol, me kujdesin më të madh të fije bore që kishin nxjerr kokën mbi atë varr, edhe pse ishte shumë i rregulluar varri, me ata gishtat e vetë sikur miku, gjatë një operacioni shumë të rëndë filloi të nuk. U quhe dhe mbajti 1 minutë heshtje. Të dalit nga varriza tha, për mua sot është një ditë e shënuar. Takova Jusuf Gërvallën pas 15 vjetësh. Aty për mua nuk ka për. Dhe kështu të evokuate e ndradhëm, edhe jem obligativ që kudo që të shkojmë, vepër ndryshëm për tyrën e tina, ta popularizojmë, ta zgjidhojmë, sidomos të tritë. Vdekja e një njeriu të tillë, sikur që ishte Abdyli, nuk është vetëm një vdekje edhe një humbje e një njeriu, e një vllau tonë, por është diçka dhe më shumë e një advetari që jemi bindur do të jetë vepra e tij shembulltyr se si duhet të veprohet, e jo vetëm e tij, por edhe Fazli Greqevçit, Recep Elmazi, e Metush Krasniqit, e Hilmi Rakovicit, e Kadri Kusarit, edhe shumë të tjerëve që ranë, që dhanë jetën në përpjekje për liri e ribashkim kombëtar. Gjeneratat e tashme dhe ato të ardhshme do ta përkujtojnë figurën dhe veprën e Abdulllahut, si një luftetarit vendosur për liri e bashkim kombëtar.